e mos të flasi fjallë keqe për shqiptarë. Gjithmonë për shqiptarë të ndershëm kam fjallën, për shqiptarë që kanë jep, e si jepin e sot që punojnë. Unë kam qef qytetarët e vendit me më kujtu gjithmonë për ato që ku mund më për vendin. Nuk du me më falendëru qytetarët me thonë, ju snip falendej që ke po. Jo. E ku bos obligim unë. Unë e ku bos obligim. Si çdo qytetar i vendit tem, dhe si çdo pjesëtar i gjyqësisë ne kemi bos obligim për vendin tonë e kemi bos bien. Unë dhosh Zoti që t'jem këtë që jam, edhe inshallah Zoti ma merr shpirtin sot e mos të flasi fjallë keqe për shqiptarë. Gjithmonë për shqiptarë të ndershëm kam fjallën, për shqiptarë që kanë jep, e si jepin e sot që punojnë. Edhe për shqiptarë që i respektojmë vlerat e luftës edhe respektojmë njerëzimin. Për ata që se respektojmë vlerat e luftës, s'kam nerë për ta heq, as du me ndëgju për ta, por në gjithmonë du të kujtojna për ato që kam bo për të mire. Po nëse kam bo keq, është mirë me më thoni se ke gabu këtu, se gjithmonë kritikat janë të mira. Se unë për kritika mësoj. Të hiqen për punës të keqe, dhe të në punën e mirë, mundojna me bu të mirë. Po edhe mirë është me pyt, hisnia, pyqe gazetare, apo në qitë punë me bo, apo edhe dikon tjetër, apo edhe një profesor, apo edhe një si stojmë në edhe një njeri, nëse është qaban, i runë lopë ato me pyt, nuk është keq. Se edhe i ditë diçka. Po edhe një bujk me shku me pyt, edhe i ditë diçka duhet me pyt. Nuk duhet me punu kryen veti kur, pa e pyt dikonin. Unë i kam kërësin këtu, edhe dy në ngrot, halon një time s'ka morë vendim kur, pa bashkë ullë, me bisedu me shok këtu, a e bëjmë qitë punë. Unë e kam dëshim më kujtu për punë të mira, inshallah kur më rëzos kujtu në për punë të kësia. I mire e njeri që kujtu për punë të kësia. I mire e njeri që diku që e bëmë ngish për të keqë. Njeri duhet të ruhet shumë, duhet këtë kujdes shumë, duhet jetë e afër me njerëz mas pari me familjen, me fëmin, me babë, me nonë, me bashkëshorte, me gjithë, me familjen vetë të ngush, me vllazën, me motra, po edhe me rrethin që ku jeton me pranë, duhet jetë shumë i afër. Se njeri të jetë vetëm një fjalë, fjala e mirë kujtohet. E keqja është e dëmshme. Në moment që unë i dhej dikon, si thojmë një fjallë pëlluar, ja i dhënon zemrën, është ko që do mi madhështë. Pa hak gjithmonë, pa shkas. E kështu që du të këtë kujtjes gjithë kush. E unë po të bënjeri inshallah gjithmonë kujtohem. Edhe përse kam arsye, kanë njerëz arsye pse më kujtu, se unë e mujt kujtona për një punë që kam jep gjymtyr trupit. Tjerë për dëshmor. Besoj si familja ime dhe rrethim ku jetoj, punoj dhe veproj, do të më kujtojmë për këtë punën e fundit që kemi pas gjithë si shqiptar, që imin e vendit, ka ardhit që t'ike sërbe para.